Një aksident automobilistik ka ndodhur mëngjesin e kësaj të hëne në rrugën që të çon në fshatin Kanin. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, një tip i lloj Toyota dhe një Golf 5. Burimi nga policia e Vlorës bën me dije se shkaki i aksidentit mendohet të ketë qenë shpejtësia tej normave të lejuara e mjetit Toyota. Drejtuesi i këtij mjeti, duke qenë me shpejtësi në kthes, nuk ka mundur dot të kontrollojë automjetin dhe përpasoj ka dalë në korsim tjetër. Mjeti Toyota i ka shkuar drejt për së drejti i mjetit Golf duke aksidentuar. Gjithashtu, sipas policisë, mendohet se në aksidentin në fjalë ka ndikuar dhe prezenca e lartë e lagështisë në rrugë. Si rrethoi aksidentit ka mbetur e plagosur drejtuesja e mjetit Toyota, e cila është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të qytetit të Vlorës. Ajo raportohet të ketë plagë të shumta dhe është dërguar më pas për ndihmë mjekësore të specializuar drejt kryeqytetit në gjendje të rëndë. Në momentet e para, gjendja e saj ka qenë tepër e rëndë teksa është nxjerrë me efektive zjarfikës nga makina pasi kishte mbetur e bllokuar. Ndërkohë, për të zbuluar më tepër rreth rrethanave të aksidentit, në polici është shoqëruar edhe drejtuesi i mjetit Golf, ndërsa policia e Vlorës po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti.